publiku në ekranin në Vision Plus, por gjithashtu edhe në platformën YouTube, aty ku jeni të panumërt qindra mijëra shikues live, qoftë në kanalin Ferma VIP, qoftë në kanalin tim në YouTube. Shumë faleminderit për vëmendjen tuaj. Tani kam në duar zarfin me emrin e fermerit të preferuar gjatë këtyre ditëve. Ju lutem mundson në lidhje me fermën. Më dëgjoni? Po. Atëherë kam në duar zarfin që ka emrin e të preferuarit të këtyre ditëve. Pra, në fund të spektaklit herën e kaluar, unë kam hapur një televotim për të preferuarin. Publiku ka votuar, të shumt në numër që në fillim, dhe rezultati është ky. Publiku ka vendosur se fermeri i preferuar deri në këto çaste është Zuri gjumi për zotin. Nga zuri gjumi. Se besoj. Moza! Dhe thonë pasaj për mua je e pa kuptueshme. Urime, Moza! Dhe thonë Moza! 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 Do që janë në sintoni, studio, publiku i studios me fermerët atje. Pra, të gjithë e duan Mozën! A që në fikë që unë e dua Mozën. Moza, je shpallur e preferuara deri tani? A e prisje këtë vlerësim nga publiku? jo, unë sa po e thash, po ndoshta së dëgjua, se ka thonë shumë për mua që je e pa kuptueshme. Më pas kanë kuptuar. Të pas kanë kuptuar, të kanë kuptuar dhe të kanë pëlqyer dhe të kanë vlerësuar. Falenderoj shumë publikun shqiptar. Duhet mendojmë gjatë se çfarë duhet them për këtë mirësi, sepse të kuptohesh është dashuri. Sepse thonë se unë nuk arri me gjithë aftësinë që kam, ta perceptoj në thellësinë absolute, që gjithë çka është urrëtie dhe luftë është keq kuptim. Kështu që ndjem shumë e përkëdhelur dhe e favorizuar nga publiku shqiptar. Ju faleminderit, kam shumë detyrim nga jush për këtë, qoftë edhe për kaq, qoftë edhe për sonte. Shumë faleminderit. Faleminderit.